Shqipëria ka mbi 90 lloje gjitarësh që shërbejnë si kafshë shtëpiake, jo. Sa 90? 90, mbi 90 thot. Mbi 90 çash i. Po edhe Lloje gjitarë. kafshë shtëpiake, kështu që bën domethënë. Tash ai bën kafshë. Që mund t'i marrë si pet. I know, po. Po nuk e kuptoj Ai bën shqipin. edhe në ferm milon. Jo, i sekond. Si pet ti vish 2-3 iki. Mund bash gjarpin dikush, mund maj niu, dikush mund maj lepin, dikush. Ato të bardha të Shumë janë shqiptar mojnë edhe në anën Ka thuaj gjitarë. Bi 90 shumë është, ja. Gjitarë shumë duke. Gjitarë nuk është zogu, më Gjitarë janë ato që lindin. Jo, e pra. Jali gjitarë dhe 90 që ne i bëjmë për kafshë shtëpiake, do të thonë që i Që japin gjitë. ne s'po zbusim njëri tjetrin, zbusim 90 kafshë. Ishim arrit me zbut 90 kafshë? Lajm shumë janë, po nuk e di. Shqipëria ka Shqipëria, po duhet ta dëgjoni që ta lexoj. Shqipëria ka mbi 90 lloje gjitarësh që shërbejnë si kafshë shtëpiake. Bëhet fjalë pra. Jo. Qëse na mojnë Tani do dëgjojmë tjetrën se pastaj duhet ta lexoj Qoftë tre herë. quhen dhe grad, kafshë shtëpiake, mund ta pranojmë. Po prapë është një lloj ai, nuk është se është. Edhe prapë do Jo, grad janë një lloj ashtu herë. Po i rrikur sot. Do vazhdojmë programin? Ne kemi një problem. Kemi shumë fal. E se jemi tek 25-a, janë 100. S'na bi gongo, se s'dim ne kur bie gongo. Morën një pazërin. Ujku është një nga grabiçarët kryesor në zonat malore dhe fushore të vendit. Po dhe fushore s'është? Po, për ujkun vetë këto. Jo, mund të jetë. Veç e bën Nike. Po kryesori ai është Kryesori është, nuk i heq matrazek shumë në botë. Veri, po. Për ujkun besoj keq. Në veri e din, po në jug sikur sa ujë. Po ju ujku. ka ujq? Çakalli. Apo në Greqi në jug. Kemi Kemi grabiçar tjetër neve. Mallakastra në plotës. Ujku, po. Thjesht ajo fushore. Në Greqi kam parë ujq me sy dhe mi, kështu që Ato është kam. edhe arusha. Shqiponja e artë, e cila është simbol kombëtar, Ja, ujku është nga fol. nuk është gjendur kur në territorin shqiptar. Edhe herë të lutem fol. Shqiponja e artë që E është cila simbol. është simbol Unë nuk e di që kemi shqipojtar tjerë. Kombëtar. nuk është gjetur kur në territorin Shqiponja e shqiptar. artë se E kam vërtetë. gjuar. Edhe unë se kam dëgjuar ndonjëherë Jo, Golden Eagle. artë. Ja. Unë e di që Po Golden Eagle nuk është shqiponja jonë. Po dhe nuk është Shqiponja jonë. Po pra, Ne po e s'kemi mendoj, po Edhe mos e po e llogaris. Po jo, Jo, po Shqiponja, Shqiponja Shqiponja Amerikës, sa është Ka qëllu Golden që Eagle? ka E pasur. artë. Shqiponja artë në skemi. Në skemi. Po as nuk e kemi në simbol Po shqiponjar. s'është Shqiponja. Ose Jo, nuk e kemi të artë, nuk e kemi dëgjuar kush. Jo, është e vërtet kjo. Shqiponja dy krenar. Po pra, Çfarë kemi? Sa kemi dëgjuar ndonjëherë? me dy krenë, s'ke, se ekziston. Se kena pas. Shqiponja artë pra. Shqiponja e artë është Golden Eagle që është në flamurin amerikan me sa diu. Hec, nuk e kena. Nuk e kemi ne. Se kemi. Breshkat e Shqiponja me dy detit. koka. Atëherë, breshkat e detit vizitojnë brigjet shqiptare dhe lumenjt për procesin e tyre të shumimit. Edhe i jep breshkat e detit, vizitojnë? Vizitojnë brigjet shqiptare dhe lumenjt. Jo, lumenjt jo. Jo, pra. Ka nevojë të vinë fare. Rrinë atje. Pelikani kaçurel është shpendi më i përhapur në Europë, jo. Është në zhdukje pelikani kaçurel. Ne kemi, ka qenë zhduke ka ardhur këtu, po të shihim. Jo, Kena shumuna. Po s'është i përhapur, më i përhapuri. Pelikani kaçurrel. Është Jo, shpendi jo. më i përhapur në Europë. Shpendi më i përhapur, jo ndër pelikan, jo nuk është. Jo, pra. Kudo ku kemi qenë. Në Shqipëri numërohen rreth 350.000 femra, jo. Priti. Jo, këtu në Shqipëri ka më shumë femra se sa meshkuj. Ne kemi raportin 7 femra i mashkull. Se tha shumë shapat vjetë. Ferma. Ferma, ta se femra. Jo, ferma tha. U ka se të ti dhe femra. Ashtu të përmot. Po, femra. Ta është 350 Në qysha. Shqipëri numërohen mbi 350.000 Vjetë dhe zbora. 350.000 ferma, se besoj. Shumë janë 350.000, ja, shumë. Ja, sepse ku do ta din, gjysmat nuk janë të regjistruara. Ja, shumë janë. Jo, se ato e hapin licencën, pastaj Se nuk ka licenca Sa gjysma. për turizme ke erë? A je hap dhe fermë në Kastrullek? 350.000? Ja, shumë. Ja, shumë. Shumë janë. I bie Bie ket tjetë për vetëm çdo ferma. Ja, Sa jemi vendi biznesi ka botë. Shqipëria? Ka ne biznesmen e këtu?
që e di sa ka ti ekonomiste, di gjë sa Unë jam biznesi? bizneswoman. Unë. Po. Po, dhe ti ke vëndshare në Ministra Ekonomisë. Sa biznesi ka? Dhe pak më va. Në një në mërë. Hetë si hiku, kjo e... Unë them që ajo është e vërtetë. I që detyrën, Moza. Asnjë cakt nuk Moza. është. Vetëm për ferma, ja. Ekonomiste, i që detyrën e fermës është rreth 1.2 ha. Tonë, hektar. hektar. E jonës, 1.2 hektar. Edhe kom pas I fermës son? Po, kam pasur, Hektar. Për sa më dhe. 1.2 aq është. Për të bërë mbi, Ha, i thonë shkurt. 1.2 më pëlqen është. Si kam kilometër, metër, ej, për të Ke 12 Sa hektar? Veta sociale. 12 lëmë. Ose dim deri ku e kanë? Jo, 12 lëmë, s'është ajo. Bash me pemët këtej apo? Edhe një javë. Po, është, Po. 1.2 hektar. Po. Më pëlqen kjo 1.2. Është në qoftë se rrejnë të bërë vetë në Kishë mujtë të shku 1.4. Nuk është ajo. 1.2. Po. Trofta e egër gjendet në urat e ngrohta kryesisht në detin Adriatik. Ja. Jo, është në veri. Trofta e është ndem. Po s'ështu i ngrohtë detin Në Adriatik. Do mos e liqen. Jo pra do i ftoft troftë. Konsumi i djathit të bardhë rritet me 3.36% gjatë sezonit të verës. Edhe i herë. Po. Konsumi i djathit të bardhë rritet me 3.36% gjatë sezonit të verës. Ideja është pse 3.36 dhe jo 4 ose 4.1. E pra është Është shumë specifike. Po në shto? Pak lufra mund t'ja japi si statistik. Po, rritet, Ta po. muradin. Do është ma ka ma shumë. Po, hajde Po full, bipa po sa tjerë prodhojnë Bipa, po- edhe sa... Do është ma ka ma shumë. Derisa janë marrë me këtë punë Sepse diçka ka. ideja është që nuk është rritet rreth 3.36, është rritet me edhe unë mendoj që është një Unë mendoj që është statistike saktë. Mendoj për të unë. qenë i vërtet. Po, formulimi të çon që është statistike saktë. po. Po duke qenë që është e vërtetë, apo gënjeshtër mund të jetë dhe mashtrim të Po pra, unë butot. këtë mendoj. Tani vetë kur hani djathtë më shumë në verë apo më unë në djathtë, Mua më pëlqen Stina në verë. Shqipëria ka turizëm më shumë në verë. Çdo gjë ndodh më shumë në verë, kemi dasma më shumë. Nuk është dhe aq shumë për popullatën që ne kemi. Edhe është djathtë është një produkt. Vetëm një sekond, të japim secili nga një logjik. Është e vërtet. Unë kam një mendim, nëse bëhet statistik për një produkt që është produkt konsumi, zakonisht mendoj nuk jepet me Pik 6, jo, nuk jepet me vlerë fikse. Pra këtu shkruan rritet me 3.36 gjatë sezonit. Pra sigurisht gjithmonë kështu, jo Çdo shikoj gjatë sezonit varet se si bën statistika. Sikur Nëse çdo vit statistika bëhet e bën njëjtë. në kuartal, atëherë i bie që ndahet në stin, sepse ose siç bëhet në mod, për shembull se në është fikse. pra shoj Për vitin e kaluar mos këtë qenë Se shkruan për vitin e kaluar. Tu thot në përgjithësi. Po është normale. Jo çdo vit 3.36. jo në përgjithësi 3.36 Vetëm 3%? Jo. rrika sens logjik. në çdo Unë besoj që një më shumë. pyetje të Konsumi Në përgjithësi, kur nisë fjalia në përgjithësi dhe pastaj jep një shifër fikse, 3.36, no, është fake news. Nuk thot rritet në çdo vit. Logjikisht është praktikisht mund të rritet, po logjikisht Unë besoj që Formulimi i Po pra është i pyetjes është në përgjithësi. Jo, nuk thot rritet në çdo vit, thot Po, rritet thot në me përgjithësi, Po, në përgjithësi rritet. Jo. Atë. ma shumë. Shkruan konsumi i djathtit të bardhë rritet Se vinë edhe me turistat që shkojnë edhe 3.36% sikur kjo është normë, po s'mund të jetë Po normë. s'mund të jetë normë se është produkt konsumi. hajt, veri jo atër. Okej. Po Prodhimi i vajit të ullirit është 5.000 deri në 10.000 tonë në vit. Kjo unë Besoj se Ose po. kena ulli shumë. Kemi ne shumë. Në ulli kemi. Mund të prodhojmë edhe më shumë? Ç'është Po, bën? e po ja 5.000 deri në Po, 10.000. e jep kështu të 10.000 ton? Po e jep të hapur. Për shembull, nëse kjo do të ishte njësoj tek djathti, unë do ta ka lisa duash. Mjalti shqiptar njihet për cilësi të lartë për shkak të faunës së pasur.
Këtë unë sa di. Ajo mund t'jetë e vërtet, po mjalë të mirë këtu s'kam gjetë kur Shumë shumë. vërtet. Një ajo, dhe e dyta, kullota shumë të pastra kanë rreth e Në rrotull si Australi sa për shembull Manukahani ose Në Kosovë nuk llogaritet ashtu. Ma nuk është s'po thot për botë. Australia e Zeland. Për botë thot ajo apo për? Jo, pra e kam fjalën njihet për cilësitë mjalti shqiptar, njihet për cilësi të lartë për shkak të faunës së pasur, por i bie në krahasime të tjera. Për faun jena në Ballkan edhe kanë të tjerët. Nuk është se jemi në Finlandë dhe vetëm ne kemi faunën e Ballkanit. Po, por kjo nuk thot që njihet si më e mira. Por thot, Njihet specifikisht për cilësi të Mos di që lartë. për dhe mjallë ne që bëshë. Këto sipër nga malet e veriut kanë mjalë